Shikos nderuar, mirëmbroma, ju përshëndesu nga Mandi Bora dhe mirë se vinë në Sken Krimi. Sonte këtë shtunë do trajtojmë disa çështje, do ndalemi fillimisht tek 21 janari, deklarimi që dha Berisha të mërkurën përballë prokurorëve të SPAK. Çfarë po ndodh me këtë dosje në prokurorinë e posaçme, çfarë po hetohet dhe ku shpritet të jenë personazhet e tjerë të cilët do thirrjen për të dëshmuar dhe çfarë do zbulojë ky hetim. Ndërsa në çështjen e dytë sigurisht do të dalemi tek ngjarjet kriminale, do të dalemi tek vrasja në Rinas, çfarë ndodhi, ku janë hetimet për këtë atentat, ku tashmë le të themi policia mund t'i ketë dyshuarit e saj, por ende nuk ka asnjë emër publik, kush mund të jenë grupet të cilat kërkonin eliminimin e Gilmando Dani dhe të Muçi Shaljanit, ndërsa në pjesën e tretë do të ndalemi tek arrestimi disa ditë më parë i Jeton Lamit, së bashku me disa personazhe të tjerë, ku u shpall në kërkim edhe Ervis Lami, një tjetër personazh i artikuluar në publik, ndërsa Jeton Lami është i shoqëruesi i Ervis Martinajt. Por ai u lirua ditën e mërkurë së bashku me një tjetër person. Kush është ky personazh, çfarë të vërtetash diej për Ervis Martinin, por le të ndalemi fillimisht tek ajo se çfarë deklaroi Berisha të mërkurën për 21 janarin dhe rikthehemi për diskutim. Asnjë urdhër nuk është dhënë për të qelluar. A keni dhënë urdhër? Asnjë urdhër dhe kur. S'mund të jepet urdhër. Pyetjet e tjera esenciale cilat ishin, zoti? Ju drejtuan dy orëve që ishim. Tani të them unë ju. Pyesni ju që t'u përgjigje unë cilat janë pyetjet, se rreshtoj të gjitha pyetjet. Marrëdhënien me ish ministrin e brendshëm zotit Basha. A jeni takur, po ka ardhur zyrën time dhe ka kërkuar nga unë që unë të dalë, sepse ishin thyrë xhamat me plumë apo me gur, tek drejtarja ngjitur me të olinën time. Dhe ministri, komandanti i Gards, kanë ardhur me kanë thënë të evakuojmë. Jo, kam thënë, se unë isha jashtë për një drek me ambasadorën gjermane dhe u futa drejt në zyrë, isha njëri në detyrë. Unë isha njëri në detyrë. Nuk po të shkosh në një zyrë tjetër. Jo, kjo është zyra ime. Zyra e kryeministrit nuk mund bëj zyra si mas shefit. Ajo është zyrë e tij, është institucion pushtetues kryeministri. Jo, kam thënë, nuk lëviz. Kjo ka qenë. Edhe kërkesa e tyre dhe unë kam qëndruar në zyrë deri në fund. Zoti Berisha, a kërkuan shpjegime prokurorët lidhur me faktin që kryeministria në atë kohë, se të paktën u thanë atë kohë që ju refuzua të zbatonin urdhrat e prokurores së përgjithshme për ndalimin e zinxhirit drejtues Gardës së Republikës? Ato janë gjëra të tjera. Janë mbajtur në godinën, janë mbajtur gardistët duke mos u zbatuar urdhrat. Se çfarë, jo, ajo e thoni ju atë. Po aty ka patur një ndërmjetësim. Që do thotë mund ta shpjegosh një herë mirë. Do thotë që ka patur një ndërmjetësim ndërkombëtar. Ka patur një ndërmjetësim ndërkombëtar. Kush ndërmjetësoi dhe çfarë ndërmjetësoi? Ato se kush ndërmjetësoi është tjetër punë, ka ndërmjetësuar ambasadori i Shteteve të Bashkuara. Dhe çfarë kërkonte zoti Berisha? Dhe ka kërkuar që dhe çdo oficer i kërkuar nga prokuroria është paraqitur në prokurori, por në ndjekje të lirë sepse Edi Rama dhe Ina Rama kërkonin të eliminonin zinxhirin e komandës në një kohë kur Edi Rama kishte deklaruar se betejë tjetër do të ishte vendimtare. Dhe kaq ka qenë dhe secili nga gardistët e thirrur është paraqit në prokurori. Të gjitha tjerat janë mashtrime. Mirë, pra ky është ajo se çfarë deklaroi Berisha për 21 janarin të mërkurën, kur u pyet nga prokurorët e posaçëm për diskutuar për të çështje të tjera. Unë kam të ftuar sonte në Sken Krimi, kam Fation Softën, ekspert sigurie, të cilën e kam në një lidhje në Zoom. Faleminderit Fation. Faleminderit juve. Si dhe kolegun gazetar Basir Çollaku, shumë faleminderit Çollaku. Faleminderit ju. Atëre, do ta nisim së bashku Çollaku, si keni parë deklarimin e Berishës për sa i përket faktit që ai tha që nuk ka pasur një urdhër konkret, le të themi, për të qelluar ndaj protestuesve, dhe në anën tjetër foli edhe për një, le të themi, ndërmjetësim ndërkombëtar nga ish ambasadori amerikan në atë kohë këtu në Shqipëri. Pra si lexon të dy këto deklarime të Berishës? Ajo çfarë ndodhi në strukturën e posaçme ditën e mërkurë kur Berisha u thirr për dëshmuar për 21 janarin, kishte disa gjëra në deklarimin e ish kryeministrit pas 2 orësh të qëndrimit të tij në zyrët e agjendës BKH-s. Së pari Berisha deklaroi që nuk është thirrur asnjëherë për 21 janarin, nuk është thirrur herë tjetër për dëshmuar. Ne jemi në 14 vjet pas ngjarjes dhe në gjithë të
sasi të madhe orësh hetimore të zhvilluara, pezullime, hetime, dënime, ka një numër të madh, le të themi vendimmarrësh për kësaj çështje, dhe ish-kryeministri në deklarimin e të mërkurës përsolli faktin që është hera e parë që ai ftohet nga prokurorët aktualisht të SPAK-ut, më herët kanë qenë prokurorë të tjerë, për të dëshmuar. Kjo vonesë, ky rikthim, le të themi, për të dëshuar nga mënyra se si është hetuar deri tani kjo ngjarje e madhe, që pati tragjikisht humbje jetësh. Faktet e tjera janë sa hetimore edhe ajo që ju theksuat tek ndërkombëtarët. Po, ka pasur ndërmjet ndërkombëtarë, unë kujtoj këtu kam përcjell edhe në botimet e shpeshta dhe të përditshme që ne bëjmë. Ka qenë një email i George Soros që i shkruante sekretares Clinton që duhet ndërhyjmë në Shqipëri, duhet të ushtrojmë presion mbi kryeministrin e vendit, mbi kreon opozitën sepse i ka ikur kontrollin nga zotrimi i protestuesve dhe po në atë email të publikuar nga Wikileaks ka dhe një gjë interesante kur Soros thekson se ka një video përgjim të Gardës. Pra që para 14 vitesh, ka qenë ky informacion? Filantropi, shoqërat e informacion. Po e thekson në emailin e publikuar tashmë edhe nga Wikileaks, unë e kam nxjerrë në rrjetet sociale dhe në shkrimet që kam bërë këtë email të dërguar i Clinton dhe këtu ai thekson këtë gjë, përmend dhe emra si Carl Bildt, Atisari që mund të ishin ndërmjetësit e përshtatshëm sipas tij për të ardhur në Tiranë dhe për të ndërmjetësuar edhe mes mazhorancës dhe opozitës së asaj kohe, një ulje tonash sepse ishin lajmëruar do protestat të mëvonshme qoftë nga zoti Rama dhe zoti Berisha në atë kohë. Pra ka një ndërhyrje amerikane të fortë, do të thoja. Janë shumë episode hetimore të cilat koha i ka mekur, i ka zbehur dhe vështirësitë qoftë akteve të ekspertimit dhe të shumë rrethanave të tjera për të rindërtuar ngjarjen dhe për të shkuar drejt autorëve të mundshëm të munguar sipas pretendimit të paditësve, ka vështirësi të shumta pra. Dhe ky rikthim ka edhe nuanca të tjera, do të thoya, ka edhe nuanca politike sepse nuk duhet të presësh her pas here copza ankesa, shpadish, kushdo qofshin ata pas vendimit të Strasburgut, pra që ka një tjetër sinjal për të hetuar, duhet që prokurorët, ata që kanë hetuar, ata gjykatës që kanë marrë vendime, unë kam vërej vetëm 2 prokurorë, një prokuror e gjykatës nuk janë në sistem më pas nga zonja Rama, të gjithë personat e tjerë që janë pjesë e këtij ekipi hetimor, sot janë brenda drejtësisë re. Dhe po merren tatë drejtësisë re, po merren ngjarje të vjetër kur vetë ata kanë qenë pikërisht pjesë e sistemit për ta hetuar. Dhe këtu ka disa pyetje vërtet të rëndësishme, do thoya për opinionin publik. Ora këta prokurorë dhe gjyqtar, kushdo qofshin ata, janë të shumtë që kanë kaluar këtë çështje në përduar. Unë mendoj që në procesin e rivlerësimit të vettingut, kjo dosje për secilin për ata gjyqtarë dhe prokurorë që e kanë kaluar në përduar çështjen, kanë bërë kërkesa në gjykatë, kanë marrë vendime, duhet ishte një nga dosjet që të fliste për kriterin profesional të secilit prej tyre. Okay. Është përdorur kjo dosje, e kam ndjekur proces, nuk është përdorur. Okej, do rikthehem sërish të Çollaku. Softa, për vjuar së bashku, si keni parë këtë deklarim, si keni parë në tërësi hetimin, duke qenë se ju jeni dhe ekspert sigurie dhe mund t'i bëni, le të themi, edhe një rezumet përgjithshëm asaj se çfarë ndodhi në 21 janar, kur bëhet fjalë pikërisht për deklarimin që nuk ka pasur urdhra për të qelluar, ju i besoni kësaj deklarate, apo nuk i besoni dhe çfarë prisni në përfundim të hetimeve të SPAK-ut për të dalë në një konkluzion, ndoshta në një akuzë konkrete apo ndoshta për të pushuar çështjen? Ngjarja ka marrë një rëndësi për te politikës dhe si e tillë është që sa herë që mundohemi ta trajtojmë qoftë në mënyrë teknike, në ngjarje apo dikush në mënyrë juridike, me njëherë etiketohesh politikisht dhe me njëherë palët ndahen në mënyrë se si e perceptojnë 21 janarin. Por sido që ta perceptojnë dhe sido që ta gjykojnë, ajo ngjarje duhet hetohet, hetimi duhet të jetë plot dhe duhet mbyllet një herë mirë, duke dalë tek përgjegjësitë e palëve që morën pjesë në këtë ngjarje. Në atë kohë ka pasur një trajtim, ashtu se tha dhe në rastin e organizatorëve të kësaj ngjarje. Ka pasur një grup, siç thoshte ambasadori i kohës, të shkëputur nga turma me hunjë dhe me sende të forta, të cilët nxitonin për të arritur në objektiv. Ka pasur një trajtim dhe një sulm të egër ndaj strukturës policore dhe punonjësve të policisë në pamët forcë poshtruese ndaj tyre, por thamë që policia e shtetit ka pasur perimetrin e jashtëm
jo të brendshëm, dhe këtu ndahen pastaj po themi përgjegjësitë institucionale në formën e organizimit të strukturës siguruese të një objekti të rëndësishëm veçantë siç ishte dhe vazhdon të jetë kryeministria. Pra policia kishte pjesën e jashtme, mbajtjen e turmave, mbajtjen në kontroll të personave të cilët kishin qëllim caktuar djegje, shkatrim apo ndërhyrje brenda strukturës, dhe pjesa e gardës i kishte rrethimin e brendshëm ose sigurinë e brendshme. Kemi 4 vrarë, sigurisht janë vrarë me armëzjarri dhe si e tillë, tu fillon dhe ai që themi marrja në pyetje e gjithë personat të cilët kanë dieni apo strukturat përgjegjëse të sigurisë. Sigurisht fillon me kryeministrin e vendit, duhet vi tek ministri i brendshëm, duhet vi ke drejtori i përgjithshëm i policisë, tek komandanti i gardës dhe deri tek strukturat poshtë. Mungojnë ato çfarë në atë kohë mund të ndihmonin shumë në zbardhjen e ngjarjes, pamjet filmike, është aluduar shumë për fqirje apo jo. Serveri është kërkuar të rikthehet për të pasur një informacion ose për të krijuar dinamikën dhe gjë do të kishte një ndihmë më të madhe, po themi, për hetimin e asaj kohe, për pamjet filmike të kamerave të sigurisë që ishin përreth dhe brenda kryeministrisë. Ka mundësi teknike softa? Ka mundësi teknike që ai server që është fshir dikur të rikthehet sot me zhvillimin e teknologjisë, inteligjencë artificiale? Shiko, për të kuptuar qytetarët, serverat ose videoregjistratorët ose serverat e sigurisë mund të rikthehen me teknologjinë e avancuar, por jo 100%. Mbi 80% informacionit mund të rikthehet në servera, por këtu ka dy gjëra. Nëse nuk ka goditje fizike, pra nuk kemi përdorim të dëmtim fizik, dhe e dyta nëse nuk është ndruar, po themi, kjo pajisje, dhe e treta nëse pamjet e këtij regjistrimi ndoshta koha e gjatë prej 14 vjetësh nuk e di sa mund të ketë ndikuar në të njëjtën pajisje për të përdorur teknologjinë për rikthimin e tyre. E qartë, Çollakuna, nëse këtë është lënë gjatë kjo histori dhe prej kësaj kohe nuk ka pasur informacione çfarë ka ndodhur me fatin e asaj video, meqense është kërkuar dhe ekspert huaj, nuk e di është çuar për ekspertizë jashtë, por apo ardhur ekspert huaj në vend, por nuk ka informacion, nuk ka pas transparencë dhe nuk ka pasur një informacion publik apo ne vetë për ditur gjendjen e kësaj të videoje apo të kësaj pajisje regjistruese. Faleminderit softa. Çollaku, nëse mund të ndihmosh ky server që u sekuestrua atëre, qëndron ende sot kësaj dite si një provë sekuestruar i shërben Spakut, nëse kemi si informacion sigurisht se kanë kaluar shumë vite, dhe tjetra, çfarë ndodhi me aktin me zërin e regjistruar që u çua, le të themi, si një provë për çështjen e Alex Nikës, ju dërgua dhe nga kolegu Artan Hoxha në Spak, është ekspertuar, ka dalë diçka? Ky është problemi, le të themi, i këtyre materialeve filmike të regjistruara për cilat duhet provohet autenticiteti dhe originaliteti i materialit dhe i lëndës bazën e të cilës pastaj duhet bërë dhe veprime të tjera hetimore, por videoregjistruesi për ato serveret e kryeministrisë pothuajse nuk është folur fare, është folur vetëm ekzistenca dhe mungesa e pamjeve të mëvoshme kur është tentuar, le të themi, të merren nga ekipet hetimore. Materiali video i regjistruar pra e biseda mes garës dhe kjo, nga sa unë kam marrë vesh dhe lexuar edhe nga kolegët edhe çfarë është përcjell, laboratori që ka struktura e posaçme nuk është i përshtatshëm për shkuar drejt një ekspertize, le të themi, cilësore, që të shërbente më pas edhe për prokurorët dhe për oficerët e BKH-s për veprime të tjera që rrjedhin, le të themi, pasi është dëgjuar persona, teksti, porosi, jo, çfarë ka pasur ai dialog dhe sa i shërben hetimit për të shkuar tek emrat e tjerë, personat e tjerë, natyrisht si shtamë drejt softa, kushdo që është rreth kësaj ngjarje, që nga kryemiri i vendit asaj kohe dhe kryeministri aktual. Pra edhe ata që kanë qenë, le të themi, drejtues institucion, ministri i brendshëm, drejtor garde, drejtues policie, të gjithë njerëzit e sigurisë, pra të rendit, edhe organizatorët, të gjithë duhet të jenë përballë ekipit të hetimit, përballë prokurorisë, të gjithë duhet të dëshmojnë. Pra duhet të kenë gatishmëri dhe të ofrojnë vetveten, nuk duhet asnjëri të jetë, le të themi, refuzues ndaj ftesës së strukturës posaçme, cilë kjo pretendimet që ka prokuroria sot, ai rikthim për të hetuar, kjo ngjarje nuk duhet shkojë si 2 prilli i 90-s që ka 40 vjet që vetëm përmendet dhe nuk dim asgjë rreth saj, dim vetëm 4 të vrarë, dhe atëherë kishte 4 vrarë. Edhe ajo ishte një vrasje me nuanca të ngjashme, le të themi, shtetërore, por për të kthyer tek incenari 2 prilli kanë pika takimi, por kanë pika ndarje. Ajo nuk është
hetuar pothuajse fare, ndërsa kjo ka episode hetimi, ka njerëz të dënuar, natyrisht mbyllja e hetimit është një detyrë sa morale, aq ligjore, aq e domosdoshme për drejtësinë e një lloj testi i saj. Por do të shkojmë në një ngjarje deri në fund ku çdo qofshin njerëzit e përfshirë në saj. Pa këtë përgjigje ata duhet të japin shqiptarëve. Në tërësi si e shikon Çollaku? E shikon si realisht një hetim i cili u imponua për shkak të vendimit të gjykatës lartë, për shkak të vendimit që mori Strasburgu që e quajti krim shtetëror, dhe SPAK u detyruar që për hir të kësaj të bënte këtë hetim, apo shikoni realisht një hetim real që duan të zbardhin këtë vrasje? Unë thash edhe më herë të shoh me të drejtë që ka edhe nuanca politike kjo kur situata të nxehen dhe ka dhe ngjarje shumë të rënda siç ka sot në Shqipëri. Kemi zëvendës kryeministër të pandehur. Kemi mafia shqiptare që është lidhur në pushtetin që tenton të vras prokurorin e mbretit, prokurorin federal në Belgjik, në Bruksel. Kuptoni, dhe sipas lajmeve që vijnë i kanë ndjekur me mendje ata që vijnë nga kolegët belg, holandez, francez që shkruajnë gjërësisht për këtë ngjarje të rëndë, ata donin të përhapin panik në Evropë. Pra ky është mesazhi një grupi kriminal, një grup mafios, pra deri tani janë 8 të arrestuar dhe 18 bestisje në përbanesa të ndryshuarve, dhe ngjarje shumë e rëndë, ngjarje të tjera që vijnë nga krimi organizuar, nga trafiku që ne tashmë edhe jemi njohur, ajo e rinasit dhe në kulmin e këtij presioni juridik që shkon me adresë qeveritar, pushtet, duhet një valvur shërben atyre që të rikthehet. Nuk është nevoja të presim këto ngjarje që unë përmenda për të hetuar institucionale. Ajo me kohë duhet kishte marrë një përgjigje definitive nga gjitha shkallët e gjykimit në Shqipëri. Edhe për ata që autorët dihen, edhe për këto që sot familjarët e të ndjerit kërkojnë një autor. Është e drejta e tyre, është ngjarje shumë tragjike. Humbja e jetës është përtej çdo limiti. Mund të ketë asnjë lloj justifikimi nga askush. Dile thuaj nuk kam prova, nuk hetoj dot, por duhet të shkojë prokuroria e përgjithshme, duhet të shkosh pra ish prokuroria, ish presidenti, të gjithë ata që kanë qenë në këto institucione, të prokurorët dhe gjyqtarët që kanë marrë vendime, se mund të kenë veprime që nuk kanë kryer dhe mungesa e veprimeve të kryera është element personale mos veprimi. Pra secili prej tyre duhet të shfaqet me racionin e përgjegjësisë së tij. Okej, faleminderit Çollaku. Si përfundim softa, pyetja është pak a shumë e ngjashme me ato që i bëra Çollakut, prisni që këto hetime të çonë rezultate konkrete, prisni që të thirren të gjithë organizatorët, pra i bie që sot të thirret kryeministri Rama, që nuk ka shkuar asnjëherë në dyert e SPAK-ut. Pra shikoni një hetim real pavarësisht nuancave politike që u dhat në fillim, pra që është dhe çështje politike në fund të ditës. Shkort një provë e madhe për strukturën e posaçme, kjo ngjarje, për shkak jo vetëm të ndjeshmërisë dhe peshës saj, për shkak zvarritjeve të këtij procesi, por njëkohësisht edhe për shkak të besimit nëse do të jetë i shtuar apo i zvogëluar ndaj kësaj strukture. Nëse kjo çështje do të kalojë siç ka kaluar dhe herë të tjera, do të mbyllet vetëm me ata persona të cilët i mbajnë ato përgjegjësi, them hetimi do të jetë i plot për të rritur dhe besueshmërinë e publikut ndaj kësaj strukture. Tu flasim për një zinxhir përgjegjësisht që fillon thash nga kryeministri i vendit dhe gjithë zinxhiri deri poshtë. Por ka një ligj për armët, për përdorimin e armëve, edhe në rastet e turmave apo në rastet e sulmeve ndaj objekteve të njërësie të veçantë, dhe përgjegjësia është edhe individuale. Nuk mund të japësh edhe nëse do të jetë një urdhër, i kundërligjshëm nuk mund ta zbatosh. Nuk mund ta zbatosh sepse këtu fillon përgjegjësia penale ndaj drejtuesit gardë, qoftë dhe një punojës i policie. Nëse mua do të japësh një urdhër, qelloje për të vrarë, nuk do të qelloj. Prevalon ligji, nuk prevalon urdhri. Dhe këtu pastaj thash, kjo nuk do të thotë se nuk ka përgjegjësi dhe përgjegjësia nuk mund të shkojë deri tek një person që ka mbajtur dhe ka pasur pushtetin, por thash që prevalon ligji dhe nuk prevalon urdhri. Për shembull, edhe unë kam pasur objekte të rëndësisë veçantë, kam kaluar një periudhë shumë vështirë në 97-ën, kemi përdorur armë në ruajtjen e një institucioni, që ka qenë radio-televizioni, por ka prevaluar ligji, jo urdhri. Në konkurrencë drejtori i policisë së Tiranës. Të rëndësisë veçantë. Ruajtjen e objekteve të veçantë, flasim për radio-televizionin shtetëror. Në atë periudhë që ishte edhe lëvizja për referendumin, në atë kohë që një grup i armatosur prej 30 personash të veshur bashkë me drejtuesin e lëvizjes politike të asaj kohe për referendumin, pretendenti për front, armët, uniforma, nga sheshi deri tek arritja te komisioni zgjedhor dhe tendenca për të bërë gry shteti,
për të marrë nën kontroll Radio Televizion Shtetëror. Dhe ka qenë një veprim që sigurisht kam qenë i përgjegjshëm në mënyrën se si kam dhënë urdhrat dhe i kam zbatuar ato urdhra për të ruajtur këtë institucion. Rasti konkret, në cilën lutem softa, nëse do zbatoj ligji, nëse ju pretendoni që keni zbatuar ligji, ju në atë kohë keni qenë drejtori i Policisë Tiranës. Unë kam qenë drejtues, kam qenë kryetari i Degës Rujtjes dhe Sigurisë Objekteve të rëndësishme të veçantë. Okej, atëherë ndjes, keni qenë tjetër moment. Atëherë, nëse i zbaton të gjitha, le të themi, ligjet, do ndodhte 21 janari siç i keni zbatuar ju atëherë? Po nuk do të ndodhi, sepse në qoftë se një ushtar i gardës ka qelluar e lëm urdhrin, flasim për ushtarin apo për oficerin, apo kush ka përdorur armën, arma është shumë e qartë në cilat raste përdoret dhe në cilat raste nuk përdoret. Nuk mund të qellosh, po themi në turm, nuk mund të qellosh kur veprimi nuk është real, kur veprimi nuk është i atë çastëm dhe kur mjetet e tjera kanë shtëruar për të ndaluar një sulm të cilin do të krijojë pasoja si për djegjen, shkatrimin e pronës, po ashtu edhe për dëmtimin e personave të cilët janë rasti kryeministit apo institucionet apo personat të tjerë të cilët ndodhin brenda këtij institucioni. Okay. Pra rasti konkret nuk ishim në një situatë kur përdorimi i armës mund të shkaktonte atë që ne pam në bulevard. Por kjo është e parë nga media, kjo do të jetë analizë. Analizë do të thotë duhet parë nëse është shkrepur nga ajo armë apo nuk është shkrepur nga ajo armë. Se në atë kohë ka pasur dhe shumë aludime ose disinformacione. Për shembull është qelluar në afërsi nga një çadër pistolet, për çfarë s'ka thënë, çfarë janë thënë në atë kohë për të krijuar një lloj amullie. Dhe i takon strukturës hetuese, e cila duhet të japë prova, qoftë edhe ato balistike, janë bërë prova balistike, është gjetur arma që ka qelluar atë protestuesin, nga cili ka ardhur drejtimi, pra gjitha këta janë pjesë të timit. Pastaj vim tek urdhrat dhe kush ka dhënë urdhrat dhe ke zinxhiri, i cili mban përgjegjësi lidhur me masat e sigurisë, por edhe me protokollin e sigurisë të një institucioni. Faleminderit edhe softa. Mirë, Çollaku, nëse ke diçka shkurt për ta përmbyllur përpara se të kalojmë tek çështja tjetër? Kjo çështje ka kohën në disfavor, le të themi 14 vite është një element që nuk i favorizon hetimin, edhe ekspertizat e kryuar mbi predhën që është gjetur në trupin e Aleksinit ka shkuar disa herë jashtë, do të shkojë prapë, do të rishkojë, pra nuk kemi edhe element cilësor të hetimit që të çojnë aty ku duhet. Dhe kjo do të thoya që bën përgjegjës edhe të gjithë ata prokurorë, të gjithë ata oficerë policie që janë marrë me hetimin, të cilët o duhet të ishin mendjendar dhe flas profesionalisht, duhet ta kishin ndarë mendje që me këto të dhëna, çfarë kemi? A ka pasur njerëz që kanë penguar drejtsinë, a ka pasur njerëz që kanë ndihmuar dhe ky rikthim hetimor pas 15 vitesh me shpresë të fundit të mos lënë më dilema hapur, do të ishte në nder e të gjithë prokurorëve, por kam bërë edhe herë, ajo çështje, le të them, më tepër e lën kështu e pambyllur, është përdorur si shpërblyese për shumë njerëz të drejtësisë, ndoshta ata kanë bërë çoka dikujt, favore dikujt. Okej. Faleminderit të Çollaku. Mirë. Ne kemi tjetër çështje që do të ndalemi, do të flasim sigurisht për vrasjen atentatin që ndodhi në Rinas. Dy të vdekur Gilmando Dani dhe Muçi Shaliani, i cili ndërroi jetë disa ditë më pas për shkak të plumbave, të cilët kishin kapur pjesë jetike në trupin e tij. Por duket si situatë e cila ka kompleksuar sigurisht hetimet për shkak të natyrës së ngjarjes, le të themi nivelit të eksperiencës që në duke u tregua dhe nga atentatorët, dhe unë Çollaku, duke qenë se ju kam prerë të parë në sken krimi, do doja ta nisim bashkë këtë bisedë. Pikëpari si e pat ju ngjarjen, shkurtimisht sigurisht kjo pjesë, dhe ndoshta për të folur pak për kush mund të jenë autorët, kush mund të jenë grupet e interesuara për të eliminuar Gilmando Danin. Ajo çfarë kam nga përvojë, le të themi, shumë ngjarjeve të përmasat së natyrës del që autorët ose mungojnë ose pas shumë vitesh del në skenë një dyshuar i mundshëm. Besoj se jemi në rrethana të njëjta për shkakun edhe se aktorët e përfshirë edhe viktima, por edhe të dyshuarit e mundshëm hynë në botën e grupeve të forta radikale të krimit që kanë prodhuar shumë ngjarje të ngjashme, le të themi, në Shqipëri. Elementet që e përbëjnë, që e shtojnë rëndësinë e zbardhjes, por dhe peshën e rëndë të ngjarjes, ka të bëjnë me vendin ku ndodhi, mënyrën si ndodhi dhe personat e përfshirë. Le të themi, Rinasi është aeroporti kombëtar, vendi i sigurisë kombëtare. Dhe në këtë rreze, në këtë
gjeografi të ndodhjes së këtij krimi kaq të rënd. Është çelluar jo thjesht siguria e atij udhkryqi, atij aeroporti, por siguria kombëtare, aty ka, le të themi, ne pretendojmë SOPAK-u që të jenë elementet e ruajtjes të shërbimeve të shumta që duhet të ketë pranë këtij institucioni sigurie, dhe të gjitha këta mundjen sikur ishin të paralizuar ose të kontrolluar. Pastaj tek shoqëruesi i viktimës, që më pas u shndrua dhe viktimë vet nga goditjet e marra, pra një agent i mbikëqyrjes policore, që është një strukturë kontrolluar nga Ministri i Brendshëm dhe presupozohet që të jenë individ që kanë një të shkuar të pastër në raport me veprat penale dhe me përfshirjen në krim, por nuk na del pa përvojë një emrim, le të themi, dyshim që mbetet pjesë hetimore, por njëkohësisht në shërbim të elementeve kriminal. E këtij kontingjenti me emër, le të themi, në Tiranë për dekadash, dhe ai le të bëj, ishte bërë shoqëruesi, ishte bërë shoferi, ishte bërë informator, ishte bërë gjithçka e tij, dhe kjo tregon, le të themi, atë elementet kriminal brenda policisë së shtetit që janë pjesë edhe shumë dosjeve të strukturës posaçme, dhe niveli besueshmërisë pastaj tek policia e shtetit dhe institucioneve, kur ne shohim që ka prokuror, ka gjyqtar, ka oficer policie që janë pjesë e grupeve kriminale dhe u shërbejnë atyre, apo nxjerrin kontingjent të tjerë në policë siç ka në dosje të tjera, kjo le shumë për dëshruar, dhe siguria pastaj është një problem që sa vjen thellohet mungesa e saj dhe jo oferta e saj. Kjo lidhje, elementi kriminal, policia, mënyra e rekrutimit, pra ka shumë element denoncues kjo ngjarje, përveç faktit që dy shënjestrat humbën jetën dhe ekzekutorët, pra në dukje ashtu siç u sollën, siç vepruan, siç organizuan, dukeshin se ishin nga një botë stërvitur kriminale, mund të jetë ushtarake apo policore, më herët, por mënyra e veprimeve të tyre kishte shenja nga sa janë përcjell, që ata i përkisnin një fushë ushtarake të stërvitjes, por kriminale të ekzekutimit. I ke parë në të tjera ngjarje këtë grup? Nuk mund, dëgjoj, është shumë e vështirë të bësh profetin dhe fallxorin në këtë, sepse duhet shumë kujdes, nuk mund të përcaktosh nëse kjo mënyrë ekzekutimi, kjo mënyrë qitje, kjo mënyrë sjellje e autorit të dyshuarit, atij çfarë ne pam, ka qenë në një vrasje tjetër në Tiranë, një vrasje tjetër në Porrethë, sipas videove që kanë përcjellë dhe kolegë dhe media të shumta. Pra, unë çmoj se është një ngutje nëse do ta saktësoja që këto e kam parë në këtë vend apo në atë vend, por ajo çfarë rezulton, le të themi, ekzekutori të paktën lindë të kuptojë që ishte njëri i stërvitur për atë çfarë po bënte. Por osi kush mund ta jepte? Kush ishte interesuar? Një grup i cili i vendoset një gjop, një grup i cili pengohen bizneset në terren? Ande, ka shumë ngjarje të cilat këtë grup, pra ishte krau i djathtë Emilian Shollazin, pra njëri që është në qeli dhe i njohur i botës krimit, me shumë ngjarje në 25 vite, ndoshta 30 në Tiranë dhe në Shqipëri, janë shumë përballje, shumë përplasje me shumë grupe dhe ka pasur edhe gjobvonje si shtat ju, ekzekutime, dhe nuk mund të ndalojsh tek një emër i veçantë, një grup i veçantë, për sa kohë një numër jo i vogël ngjarjesh rrotullohen rreth këtyre individëve, dhe secili prej tyre mund të ketë pasur, le të themi, përpjekjen për të larë hesapin, për të hakmarrë, për të ndëshkuar, janë shumë element, hipoteza dhe pista, dhe unë besoj që është në dhënat e deri tanishme është vështirë të ndalosh vetëm tek njëri binar. Okej, faleminderit Çollaku. Softa, ndoshta ndalemi pak së bashku tek vendi ku u zhvillua ngjarja. Kemi folur për çështjen e sigurisë, aspektin e sigurisë, duke qenë se është aeroporti ndërkombëtar i Rinasit, ku zbresi figura, le të themi, të ndryshme, nga ish presidenti amerikan George W. Bush e tjerë. Mera tani, sa është perimetri sigurisë në aeroportin e Rinasit? Si monitorohet ky perimetër sigurie dhe deri ku shkon roli i policisë së shtetit? Pra, munde apo jo që të parandalojë kjo ngjarje? Si ekspert sigurie, dua që të më trajtosh, të më analizosh pak këto, të lutem. Të se pak sekonda pyetjen e parë që i bët sa është perimetri sigurisë? Po, do të vijë përgjigja. E para, marrja është sfidë e madhe për policinë dhe është sfidë e madhe për shtetin. Kjo ngjarje për zbulimin e saj. E lëm parandalim, po them zbulimin. E para, marrja e pamjeve filmike të bizneseve dhe të vetë aeroportit. Marrjet e pamjeve filmike deri nga momenti që kanë para, gjatë dhe mbas atentatit.
duhet për herë të parë të dëgjojmë dhe duhet ta kërkoj dhe do ta them disa herë. Prokuroria duhet i drejtohet Ministrisë Mbrojtjes që t'i vijë në dispozicion pamje të satelitore. Në qoftë se edhe këtë radhë nuk ka pamje satelitore, atëherë duhet kërkohet llogari a janë apo s'janë satelitët në këtë vend. Sepse pamjet satelitore në këtë rast janë shumë të domosdoshme për të parë nga kanë ardhur makinat, si kanë operuar makinat, momentin e djegjes, kush ka qenë makina nga e ka marrë dhe ku ka përfunduar e makinë që i ka marrë. Dhe kjo do ta bëjë më të plot, po e quajmë atë që quhet hetim. Tani vim tek elementet e sigurisë për aeroportin. Aeroporti i Rrinasit është një aeroport ndërkombëtar. Ka një fluks të shtuar të jashtëzakonshëm për shkak të numrit të shtuar të turistëve që e frekuentojnë, po edhe të shqiptarëve që lëvizin dhe shkojnë për shkak të numrit të low cost avionave që e ka bërë shumë të frekuentueshëm hyrje-daljen në këtë aeroport. Ka një perimetër që quhet muri rrethues ose rrethimi, quhet perimetri i brendshëm, ka një perimetër të jashtëm që nga muri shkon deri në 300 metra mbi bazën e normave të Bashkimit Evropian, dhe nëse aeroporti quhet ushtarak ose i klasifikuar strategjik, ky perimetër i jashtëm i sigurisë shkon nga 500 deri në 1 kilometër. Dhe kjo do të thotë që jemi brenda perimetrit të sigurisë, ku ky perimetër sigurie do të thotë kontroll nëpërmjet të sistemit të kamerave, kontroll nëpërmjet patrullave kërësore, kontroll nëpërmjet shërbimeve të ndryshme, siç janë policia kriminale, policia rrugore, policia e rendit dhe repartet të tjera mbështetëse. Duhet të ketë një strukturë reaguese. Koha e reagimit mbi bazën e normave të Bashkimit Evropian në të gjitha aeroportet është jo më shumë se 3 minuta. Kush është forca reaguese, si është kjo forca reaguese dhe çfarë ndodhi apo jo, sepse nuk pam një automjet apo një rrugë të bllokuar të kemi forca të dislokuara, ne jemi goditur herë në aeroport. Jemi goditur sepse është thyer perimetri sigurisë, kanë deportuar deri tek pista dhe grabitën thesarin, atë parat që ishin në një furgon blinduar. Atëherë, ky shërbeu që ne kishim rritjen e kontrollit nga ushtria, rritjen e prezencës, kishin furgonet e policisë rrinin, kaloi një fargoje dhe ran përsëri në agoni. Situata në aeroport dhe përreth aeroportit vazhdon të jetë problematike. Dhe fakti që kemi një goditje të tillë, çfarë tregon? Që ata persona e njohin mirë strukturën, e njohin mirë organizimin, e dinë mirë se sa është apo jo forca reaguese dhe pikërisht në këtë moment në atë vend kanë realizuar atë që quhet atentat. E dyta. Ky atentat ka ju thatë kush mund të jenë grupet që mund të kenë goditur. Për të shkuar te grupet apo ke personat, duhet kemi mbledhjen e plotë të provave në vendin e ngjarjes. Prova do të thotë pamje filmike, komunikimet me telefon, për të parë sa makina janë përfshirë në këtë atentat. Ishte një makinë vetme, ka pasur edhe makina të tjera të cilët kanë lëvizur, pamjet filmike që kanë ndodhur nga momenti i zbritjes nga avioni, lëvizja në pikën e kontrollit policor, dalja për të parë çfarë ishin për rreth këtyre personave të dyshuar, persona të cilët mund të nxisin, mund të ndihmojnë në drejtim të hetimit. Pastaj do të jenë porosit apo bashkëpunimi me policinë spanjolle, kur nëse ka informacione të cilët mund të ndihmojnë për kohën e qëndrimit të tij në Barcelonë. Pastaj vim tek grupet e dyshuara. Fakti që kjo makinë largohet në drejtim të fushkrues, aksi i fushkrues vazhdon të jetë një aks kriminal që e favorizon për shkak të pozicionit që ka. Pra një pjesë e atentateve janë mbyllur atje. Fillojmë që nga vrasja e Santo, bankierit Santo, ai motori zi u zhduk pikërisht në atë zonë. Vrasja në Don Bosco, terrori në Don Bosco, makina u shkoi dhe u doq përsëri në atë zonë. Në sa raste në të njëjta zona dihen automjetët largohen, sepse këto zona janë një lloj bastioni, thonjza, të këtyre grupeve kriminale, të cilët kanë magazinimin për automjetët e vjetura të përgatitura për atentate, kanë infrastrukturën, armët, maskat, radiot e komunikimit, lëndë ndryshe eksplozive që janë të dislokura në këto ambiente apo në këto zona. Është një zonë që ka kodin e heshtjes, sepse sa herë ka pasur probleme, nuk ka pasur bashkëpunues, nuk ka pasur bashkëpunëtor. Zona ku ata lëvizin ka qenë jashtë kontrollit, sepse gjithë to mjetet me siguracion, pa siguracion, me target vjetura, lëvizin lirshëm në këto zona dhe nuk kemi pasur ndonjëherë bastisje, dhe sa herë ka pasur operacione ne kemi zbuluar, si dhe rasti fundit, kemi zbuluar zona të cilët të bartin pikërisht to që zbuloi policia në momentin e fundit. Dhe a ka lidhje midis këtij magazinimi
të armëve, të maskave dhe të pajisjeve me këto atentatorë. Ka shërbyer kjo si bazë apo jo? Pra janë disa pikpyetje që ngrihen, pastaj duhet shkojmë te ky grup, mënyra si bënte veprimet, a kanë qenë stërvitur, a janë përdorur në atentate të tjera, qetësia që ato kishin, e kishin nga pagesa, e kishin nga profesionalizmi, apo e kishin nga eksperienca që janë marrë dhe me atentate të tjera. A mund të ketë lidhje kjo me rastin e atentatit apo të masakrës që u bën në Fushkryj? A janë të njëjtat grupe apo janë grupe të tjera? Janë shqiptar apo janë të huaj? Ku strehohen? Pra ka disa pikpyetje të cilat thash më parë do të vinë nga mbledhja e gjithë informacioneve të mundshme dhe pastaj sigurisht duke e thelluar hetimin për të arritur tek autorët e dyshuar. Faleminderit Softa, shpjegim shumë mirë dhe pikpyetje shumë të mira, të cilat i ngritet edhe që sigurisht parashtrohen edhe si pyetje. Çollaku, çfarë i bën grupet shqiptare apo grupet të tilla, le të themi ekzekutorësh, të vrasin në këtë lloj mënyre kaq të qetë, dhe nga ana tjetër çfarë mund ta lehtësonte apo pengonte hetimin për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje? Ngjarja e këtyre përmasa nuk është hera e parë fatkeqësisht që ndodhen në Shqipëri. Duhet kujtojmë që këtu ka pasur jo rrallëherë vrasës ekzekutorë të huaj, natyrisht me pagesë. I pasur grek, ka serb, ka malazez, ka italian, ka në rastin e Lezhës ishte afrikan, pra ka një numër gjithmonë në rritje të autorëve që vinë kryen vepra, pra grupet kriminale shqiptare duke qenë të fuqizuar shumë financiarisht, ata ja kanë dalë që të porosisin vrasës nga jashtë vendit, duke qenë që edhe hetimi edhe vështirësia, le të themi, drejt të gjurmimit të autorit rritet vështirësia në këtë raste, dhe ata janë gjithmonë edhe më larg adresës së identifikimit. Këtu ajo çfarë unë përmenda dhe e ritheksoj ka të bëjë edhe me faktin që në jo pak raste, pra brenda organizatës policisë, për them që ka segmente, ka episode, ka emra që janë në shërbim, janë informatorë të grupeve, i ushqejnë ata me informacion për shënjestrat e tyre, për rastet që u interesojnë atyre, duke u lehtësuar kryerjen e veprës penale, duke lehtësuar ekzekutimet dhe vrasjet, dhe natyrisht duke cënuar edhe kolegët e tyre, duke cënuar edhe trupën e policisë, organizatën e saj, e cila nuk është gjendur, le të themi, në këto 3 dekada, në këtë situatë të ngjashme nga rritja e inkriminimit brenda saj, sepse edhe shteti dhe mafia ndajnë të njëjtin territor. Kur njëra palë e zgjeron territor, ajo që humbet është para tjetër. Dhe në këtë rast do të thoya që kur krimi organizuar, kur mafia, kur bandat, kur këto eksponent të botës së paligjshme kanë përparuar, kanë marrë gjithmonë më tepër terren, edhe financiar, edhe të veprave të shumta penale, të nga pastrimi parave, të trafiku i drogës, ekzekutimet që ata kanë bërë, dhe nëse janë rralluar së fundi ka qenë sepse ndarja e zonave dhe e pazareve ka shkuar aq fjollë në harmoni me pjesë të pushtetit, sa ata nuk e kanë pasur të nevojshme të rrezikojnë investimet e tyre, pasuritë e tyre, duke përdorur, le të themi, makina llogarisë, që është arma në këtë rast. Kjo kërkon një lloj vetpastrimi, do të ishte nevojshëm, është i vështirë, për sa kohë edhe politika ka duart e saj, le të themi, siç e shoh unë të paktën, në këtë përfshirje kriminale, duke mos kapur vetë armët, por duke përdorur armat e këtyre ekzekutorëve, por ngjarje të caktuara duke shkuar edhe tek zgjedhjet, duke vendur edhe në votë, duke përdorur si pjesë të shtapeve elektorale dhe pastaj të ndajnë pushtet bashk, ndajnë pasurinë bashk, dhe kjo pasuri e marrë nëpërmjet pushtetit kriminal shumë fishon edhe krimin dhe vështirëson punën e atyre që ka me mira që janë organizatë policisë, ka oficer policie të përkushtuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe janë shumica, jam i bindur për të që janë shumica. Por nëse në trupën drejtuese ka element që kanë këta modët e kalbura, që edhe demotivojnë, edhe shesin kolegët e tyre, atë kjo është një problem serioz, le të themi, i institucioneve të sigurisë, institucioneve të rrembit, dhe këtu siç përmendi Softa me drejt, ky vend ku ndodhi ngjarja, me një pavonësi shërbimesh, policore, inteligjente, satelitore, gjithçka. Aty do të ishte, le të themi, një lloj Big Brotheri që në një kohë rekord do të kishte dhënë ato shumta për të shkuar më tutje. Por duke shkuar tek streha e Niklës, se më kujton rajonin 13 në Francë, që ai film ku policia hyn me aplikim të i herë në 5 vjet. Dhe
këto lloj ishush që prodhojnë ngjarje gjithmonë më tepër dhe në dosjet e tjera të strukturës së posaçme ka shumë që nga metamorfoza dhe dosjet të tjera ku grupe kriminale e kanë zonën e fushkruesit Niklës si adresë ose për të kërkuar vrasës ose për të strehuar. Dhe kjo është bërë, le të themi, një lloj ishulli ku një pazar kriminal ku hyrjedaljet janë të pamonitoruara ose lehtësisht anemike në raport me atë çfarë kërkohet, dhe ndaj dhe ne kemi gjithmonë më tepër raste të ngjarjeve të rënda të arkivuara pa autor. Janë shumë të tilla, që nga Santo mbaj mend që nga vitet, le të themi, 2000, ngjarje të shumë të tilla që janë pa autor, ke Fran Vilën, ke ai Çeço i Kuzve, nuk themi arkivit ka një numër të madh, pra që janë sipërmarrësh, janë biznesmen, dhe pastaj u bën biznesmen të bandave të grupeve kriminale. Këta janë botës biznesit, janë botës ekonomisë, ata marrin tendra, ata marrin punë publike, shesin drogë, vrasin rivalet e tyre dhe kanë hyrë në botën e konkurrencës ekonomike, duke qenë e vështirë t'i ndash nga pushteti për sa kohë. Gjithë investimi dhe fitimi është i përbashkët. Kjo është një problem shumë serioz, unë do të thojë emergjencë kombëtare, dhe kërkon një strategji serioze për pastrim. Në të kundërt, ne do ndeshme fatkeqësisht me ngjarje që përsëriten dhe me hetime që mungojnë për zbardhje plot. Faleminderit Shollaku. Mirë, ne ndalemi tek çështja e fundit dhe bëhet fjalë për disa personazhe. U arrestua pak ditë më parë Jeton Lami, por u lirua të mërkurën. U arrestua Florin Domi dhe Flo Gert me zhiku. Ndërkohë u shpall në kërkim Ervis Lami. U liruan nëpërmjet garancisë pasurore, u akuzuan për vendosjen e një tritoli dhe gjobe 500.000 euro në Kamës. 2 prej tyre u liruan dhe bëhet fjalë për Florin Domin dhe Jeton Lamin. Jeton Lami është shoqëruesi, ai që pa për herë të fundit Vis Martinaj, ish punonjës operacionale, i cili u arrestua dhe vuajti një vit burg. Softa, kush janë këta personazhe? Çfarë ndodhi me lirimin e tyre, si u liruan na lidhen këta me ngjarjen dhe tani ç'është Jeton Lami në vetvete për gjithë historinë e Vis Martinajt? Unë në përgjithësi nuk jam marrë me emra, jam marrë me fenomenet, sepse emrat pastaj më shumë i takon gazetarëve kur bëjnë dhe kronikën, por me qenë se ju përmendet një emër, ky emër është lakuar dhe është penalizuar lidhur me prezencën e tij në shoqërimin e një nga personazheve më të zëshëm, i cili sot është pa vendodhje, pra diskutohet është apo jo gjallë, dhe Ervis Martinaj, ku kodi i heshtjes, ai nuk dha asnjë lloj informacioni lidhur me djenin ndaj Ervis Martinajt, dhe nuk e di sepse nuk janë bërë kur publike nëse marrja pyetje apo bashkëpunimi me organin e drejtësisë ka prodhuar apo jo diçka në favor të organit të drejtësisë apo në organit të hetimit në raport me ngjarjen apo mundësitë për zbardhjen e ngjarjes së Ervis Martinajt. Rasti fundit akuzohet të paktën nëpërmjet shoqërimit të tij dhe ndalimit të tij, ashtu si edhe 3 persona të tjerë lidhur me vendosjen e lëndë eksplozive të akuzuar, të dyshuar për vendosje për gjobvënie. Dhe fakti që drejtësia vepron me garanci pasurore apo i lëndë në gjendje të lirë, këto janë ato format që ne her pas here bëjmë analizën si për organit e hetimit, ashtu dhe për ato të drejtësisë apo edhe për strukturën policore, por problemi mbetet një, që qytetarët shqiptar kanë një shqetësim. Një qytetar i zakonshëm që nuk ka ekonomi, atë e rras brenda dhe vështirë dali. Çdo tjetër person krijohen këta mundësi dhe këta persona, nuk them konkretisht, po flas në tërësi, sa herë që ka masa sigurie, arrest me burg, ndryshojnë masat e sigurisë, dhe masat e sigurisë kanë ndryshuar qoftë edhe për Ervis Martinaj. Pra gjithë ata persona që janë marrë masë sigurie, arrest me burg,
kanë dalë në rreth shtëpie dhe pastaj janë larguar drejt territoreve të huaja. Dhe mbas largimit janë shpallur kërkim dhe mas shumë kohësh, si rreth bashkëpunimi të strukturës posaçme me agjencitë të tjera homologe, si në Dubai, në Spanjë apo në vende të tjera, kanë bërë pastaj rikthimin e tyre në territor. Kështu që kjo lloj ping-pongu ose kjo lloj gjëje vazhdon të jetë e tillë për aq kohë o çështja e ndalimit personave, mungesa e provave, e gjitha këta nuk janë të rregullta dhe ndoshta organi që ndryshon masën e sigurisë mund të ketë të drejtë, ose lufta midis policisë, prokurorisë dhe gjyqësorit vazhdon të rikthejë përsëri atë lojën e ping-pongut që favorizohen dhe përfitojnë të gjitha ato personat të cilët kanë ekonomi apo kanë peshë apo kanë mbështetje politike apo ekonomike. Faleminderit Softa. Çollaku, jeton Lami, çfarë le të themi simbolizon për gjithëtimin në raport me zhdukjen e Vis Martinajt dhe çfarë dëshmie i është marrë, a ka folur dhe a mund të thyet njëri i tillë për treguar një të vërtetë ndoshta të madhe për t'i bërë një shërbim jo vetëm familjarëve, por edhe le të themi drejtësisë në Shqipëri. Ande kjo është një skedim e vështirë, sepse në shumë muaj tashmë janë bërë vite që kur Vis Martinaj në gusht, mos ka bëj ka qenë u deklaruar i zhdukur dhe ende zyrtarisht nga institucionet e drejtësisë, pra që duhet ta definojnë mundësinë e vendodhjes apo të azësimit të shkurisë jetës së tij nuk e kanë konfirmuar, pra nuk kemi zyrtarisht që t'jepi vdekur. Dhe ende në dokumentat e institucionit të strukturës së posaçme ka bashkëpunëtor hetimor që e kanë në kërkim, që vazhdojnë ta jetojnë për vepra të ndryshme penale. Jeton Lami, pra ishte le të themi oficeri i policisë që ishte shoqëruesi paktën nga hetimet e deri tanishme i fundit i Ervis Martinajt në Durrës. Në atë kohë, le të themi kur ai u shoqërua dhe u ndalua pikërisht për këtë episod, është folur dhe është shkruar pra për një marrjen pyetje le të themi apo një bisedë të tij me ish-drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit të asaj kohe zotin Gledis Nano. Pra u fol edhe për një kasetë, për një bisedë të regjistruar, e cila u shkoi në ambasadën amerikane apo shkoi në kryeministri, pra ka qenë një pikpyetje e cila nuk mori përgjigje zyrtare nga asnjë institucion, as nga policia e shtetit, as nga prokuroria e posaçme. Qëndrimi në qeri i Lamit dhe dëshmitë e tij ishin më tepër të njëjtë me ato çfarë ishin publikisht dhe nuk shkuan lart për identifikim më teshën për veprime të tjera që të shkonin le të them deri autorëve të dyshuar të mundshëm nëse do të ishte pasur një ekzekutim të Vis Martinajt apo zhdukjes së tij nëse do të kishte pasur një rastim se jemi ende në mes këtyre hipotezave, pra nuk kemi asnjërin nga versionet hetimore 100% është vrarë apo 100% është zhdukur. Pra jemi këtu në këtë zonën gri të pamundësisë provave, pamundësisë informacionit, pafuqisë për të shkuar më tej, ndoshta pra kur s'ka trup, kur s'ka kufom, s'ka të themi autor, s'ka dyshuar, zyrtarisht flasim, nëse është një ngjarje e madhe, aty ka pasur edhe deklarime politike rreth kësaj ngjarje, kujtoj deklaratën e zotit Rama, kur i drejtoi Vis Martinajt pra si një nga biznesmenët më të mëdhej, ai ka pasur 20.000 punonjës në biznesin e tij. Të gjithë siguruar. I thoshte ta dim targën e makinës, ta dim këtë dhe ta dim atë, dhe një kryeministër që ketë nuk të gjunë ndaj një subjekti, edhe nëse është subjekti i ligjit, ai duhet të autorizojë dhe të kërkojë, se i autorizon ligji, pra të kërkojë nga institucionet që zbatojnë ligjin, ndaj cilit do që konsiderohet se e ka shkelur atë, apo ka kryer elemente personale në një sektor të caktuar. Por kjo ngarkesë, le të themi, në këtë nivel, duke drejtuar pikërisht këtij individi, shton pikpyetje të shumta nëse pastaj kuraja o guximi apo rivaliteti i grupeve në këtë sektor të biznesit apo edhe në vepra të tjera penale të krimit kanë gjetur një lloj, le të themi, shkeljesyri për të vepruar, për të larë hesapet mesvetësh, duke përdorur edhe segmentet policisë, por edhe një terren të lirë, edhe më pas për të ftohur, të themi hetimi. Do të thoya këtu për të shprehur që themi shpesh që hetimi ka qëndruar, pushteti ka qëndruar aq afër sa çështja sa e ka djegur dhe hetimi ka qëndruar aq larg sa e ka ftohur. Ndaj sot ne jemi në pikpyetje, rreshtohet edhe kjo, mendoj unë, që ato ngjarje që theksova më herët se janë në vazhdën e atij dollapit cirtarit pa autor. Ndonse shumë nga
emrat që janë në Policinë e Shtetit, që janë në Prokurori, që janë në botën e drejtësisë, kanë informacione shumë herë më tepër sa zyrtarisht thuhet. Dhe nëse pavarësia dhe profesionalizmi i tyre do të kishte mbështetjen e duhur ligjore dhe të sigurisë, mund të bëhej më tepër, sot mund të kishim diçka më shumë rreth së ngjarje, mund të kishim edhe autor, nëse shkohet drejt hipotezës së parë, apo mund të kishim edhe adresë nëse shkohet tek hipoteza e dytë. Se ka shumë biznes, ka shumë para, ka shumë grupe, ka shumë pushtet. Është ngjarje në çdo episod me shumë. Dhe nuk gjej e vetmja që më rezulton më pak është aftësia për të pasur hetim që të bindë për njërin nga versionet. Faleminderit Çollaku. Shkurtimisht për ta përmbyllur softa dhe këtë bisedë, kjo bisedë ishte e shkurtër sepse fatkeqësisht ju kisha në Skype, nuk mund aty ju kisha në studio. Sa komendoni se kjo dosje për gjetjen e Vismartinajt, kur flas gjetjen, i marr parasysh të gjitha, do qëndrojnë në zyrtaret e policisë, referuar dhe asaj që tha Çollaku, që zyrtarisht policia ka disa informacione që nuk janë publike. Dhe këtë do duhet ta themi se këtë e dim dhe ne, dhe e pranojmë. Shiko, familjarët janë në një proces gjyqësor kur kërkojnë për të avancuar në raport me statusin e Ervis Martinajt. Domethënë nga një person i zhdukur, një person të humbur, edhe pastaj të shpallur i vdekur. Pra koha për cilën ligji përcakton kur shterojnë, po themi, informacionet, nuk ka informacionet të tjera, nuk gjendet vendodhje e tjera, atëherë ai mund të shpallet i zhdukur. Dhe kjo është koha nga 6 muaj deri në 1 vit, nuk e di sa e ka 2 vjet. Mas kësajt i jepet të drejta që kur të kenë kaluar 5 vjet, pra kur të jenë bërë 5 vjet, ata mund ta shpallin të vdekur dhe i bie që kjo çështje të mbyllet. Pra po vazhduam me këtë rrugë dhe nuk ka më hetime, dosja nuk është e mbetet, por vetëm qofse rastësia pastaj mund ndodhë, siç ka ndodhur edhe në shumë vende të tjera të botës, që personi është gjetur dhe pastaj jemi rikthyer nga fillimi, bien të gjitha ato vendimet që është i vdekur apo s'është i vdekur, sepse jemi në rikthimin e personit. Kujtojmë një rast në Kanada, në mos gaboj, një person kishte kërkuar që të shpallesh i vdekur, kishte bërë një dokument fals, e kishte quar një familjar nga Shkodra, dhe rastësia për shkak të këtij operacioni që u kap dhe pastaj u identifikoi që personi ishte i gjallë. Pra kërkonin që ta shpallin të vdekur në kësaj të certifikatit të vdekjes personit nga institucionet e Kanadas. E njëjta gjë është dhe me Ervis Martinaj. Pra aq kohë sa me të drejtë Çollaku thotë do kemi kufomën, personi presupozohet që është i gjallë, dhe si tillë ky si person mund të jetë brenda territorit, mund të jetë jashtë territorit, mund të ketë kohë të cilën mund të ketë pasur mundësi për të ndryshuar edhe pamjen fizike, operacione plastike apo jo, dhe mund të jetë aktiv. Por fakti që kërkohen këto procedura janë sigurisht procedura ligjore, sepse e shmangin atë nga e drejta e pronës, nga trajtimi ndaj fëmijëve etj. Por mund të pushojë dhe mund të mbyllë një herë mirë çështjen ndaj tij në momentin që ai zyrtarisht në momentin e vendimit gjykatës mund shpallë vdekur. Faleminderit Softa, pyetje fundi shkurtimisht Çollaku se duhet ta bëj edhe këtë. Jeton Lamia mund të ishte tradhtari i fundit i Vismartinajt? Shoqëruesi i cili ai kishte besuar ndoshta jetën? Nuk mendoj se është kështu. Nëse kjo hipotezë do qëndronte, Jeton Lamia nuk do të ishte as në qeli, as e lirë, as grupet nuk besoj se vdesin me humbjen e drejtuesit. Ka gjithmonë pjesë të tyre që nëse konstatojnë veprime të hamendësuara në këtë trajt, ata gjejnë gjithmonë mënyrën për ta pyetur ndryshe. Faleminderit. Basil Çollaku, të falenderoj shumë që të pata për herë të parë në Sken Krimi, shpresoj që në vijim të kemi dhe në studio për të bërë biseda më interesante. E vlerësoj. Fadion Softa, eksperti i sigurisë, falenderoj shumë për të gjithë le të themi informacionin që nda dhe eksperiencën tuaj dhe që sigurisht shpresoj që ke mundësi t'ju bashkohem dhe në emisionin tuaj Alo Policia në Fox News. Çdo të premte kam përshtypjen ju jeni live në orën nga ora 8 deri në orën 9. Nga ora 8 deri në orën 9, një emision fantastik që e sugjeroj që edhe shikuesit ta shohin çdo të premte. Fadion Softa, falenderoj edhe një herë, Basil Çollaku, shumë faleminderit.
Shikues të nderuar, kjo ishte gjithçka që ne kishim përgatitur për këtë shtunë bashkë do të shihemi të mërkurën me të tjera informacione për të tjera ngjarje në raport me krimin dhe drejtsinë që sigurisht le të themi i kemi të pranishme çdo ditë. Kjo që kalon këtu në Shqipëri, pasi është një vend dinamik për sa i përket këtyre ngjarjeve, krimi dhe drejtësia gjithnjë kanë zhvillime në Shqipëri. Mirë, bashkë natën e mirë.